Ne jemi mësuar me këtë retorikën e drejta ndërkombëtare, ligjin ndërkombëtar, po ndërkohë nuk erdhi Trumpi dhe e dhunoi apo e shkeli. Kemi jetuar dhe historia e di që shpesh herë shkelur e drejta ndërkombëtare dhe duhet apo ka ardhur momenti që Europa, SBA-ja apo i gjithë perëndimi në tërësi dhe asaj çka përfaqëson perëndimi si demokraci liberale të kuptojë që ne po jetojmë dhe po mindseti jonë është me playbookun e vjetër, pra me një manual të vjetër ku nuk shkelen këto drejta etj, ndërkohë kemi aktor agresor të cilët dhunojnë dhe shkelin sigurin apo kërcënojnë sigurin kombëtare tonën. Tani vjen Trump dhe e rrëzon këtë realitet dhe thot ne nuk do ta përdorim më këtë manualin e vjetër, por nuk do të ecim më sipas rregullave, por do të bëjmë një invazion të cilin ai e quan një ndërhyrje për zbatimin e ligjit kirurgjikal, merr Maduron, i cili në vetvete unë e shikoj nëse do të ketë një efekt real të ndryshimit të regjimit, e shikoj që balanca e resurseve apo e forcës që SBA-ja do të ketë me zotërimin e naftës së Venezuelës, patjetër do të trondisi tregjet dhe do të jetë një goditje e drejt për drejt për Rusinë, çka do të thotë ajo lufta në Ukrainë e cila mbahet pikërisht nëpërmjet kësaj tregtisë së naftës në mënyrë të hishme nga ana e Rusisë, praktikisht do të marrë një goditje sepse këto resurset e Venezuelës do të dalin në treg, do të hiqen sanksionet dhe do të rikalibrohet i gjithë tregu i shitjes së naftës dhe Rusia tashmë nuk do të ketë më ata blerës që i kishte në mënyrë shumë të shpesh në këtë periudhë.